Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mbrëm në një klub nate në Tetov, me që rast janë lënduar disa persona. Njëri prej tyre është plagosur me armë zjarri. Gjendja e tij është jashtë rrezikut për jetë. Për më shumë na njofton kronika e korrespondentit tonë në Maqedoni, Besnik Kiseli. Një person ngeli i plagosur dhe 3 të tjerë u lënduan gjatë një incidenti të armatosur që ndodhi rreth mesnatës së mbrëmshme në kafeterinë Barkot në Tetov. Ministria e Brendshme e Maqedonisë njoftoi se incidenti i ka paraprir një zëng verbale. Sipas saj, një 40 vjeçar nga Tetova ka shtënë 2 herë me armë zjarri dhe ka plagosur një 35 vjeçar nga njëjti qytet, duke i shkaktuar lëndime në anën e majtë të trupit. Policia ka dalë në vend ngjarje dhe pas bisedës me përgjegjësin e objektit hotelerik, ka njoftuar se mbrëm në objekt ka pasur të organizuar muzikë të gjallë, me që rast një grua ka filluar të thyej gota. Më pas sigurimi ka kërkuar që personat e dhunshëm të largohen nga objekti. Në atë moment ka ndërhyrë personi i cili ka shtënë me armë zjarri ndaj sigurimit dhe personave të pranishëm, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Brendshme. Nga spitali i Tetovës njoftuan se të lënduarit pas ndihmës së ofruar mjekësore janë lëshuar për kurim shtëpiak. Në të njëjtin lokal, një vit më parë, pas një përleshje me armë zjarri, ngeli i vrarë një iri shqiptar nga Tetova.